Pra mi mbrëma miq, ku do gjeni, ju që më ndiqni ose për herë të parë bini të këto videot që unë le nga njerë. Pra, kuptohet, postohet kjo video në YMZ dhe së shpejti në website-in e ri Republika Unita. Duhet ju qartësoj pak në lidhje me atë çfarë shumë njerëz në Shqipëri po mendojnë se është një tentativë e presidentit Trump për sa i përket glabrimit të tokës shqiptare. A mund të ndajmë se gjërat, okay? Shpari janë dy vende pra. Ishulli Sazanit dhe Zvërneci. Të dyja janë të ndara. Së pari, Sazani nëse themi përmes një këshille apo le të themi për shkak të miqësisë së ngushtë të Edi Ramës me izraelitët dhe me atë të cilën nuk mund të vi përsëri për arsye të gabimit të tij që bëri. Do të them që në fakt nëse dikush nga Rothschild, pra i solli me jaht në brigjet tona dhe për arsye të miqësisë që ka me Edi Ramën, kuptohet marrëveshje të fshehta etj. Ua bëri kaq të bukur, ja, në një farë mënyrë, ja po shkroi kaq të bukur atyre. Po kur e pam dhe vendin, ne duhet ta pranojmë që vendi jonë është i bukur apo jo? Piktoresk në të gjitha mënyrat, pavarësisht domethënë që ne nuk e kemi, edhe pse ne nuk e kemi prekur Sazanin me dorë, domethënë që kur ikën ushtarakët e fundit. Por duhet pranuar që thuhet ka një tjetër sy, shikojnë në ato stazhet e zhvillimit në përfundim dhe kanë komplet tjetër vizion. Nëse kur themi për shembull që Gjofseti për shembull, po të marrim ty personalisht, i babai vajzës dhe e marton vajzën me një të pasur i cili ka një fond të veçantë pasurie, domethënë, për investime, për të vazhduar, domethënë, perandorinë e tij financiare të investimeve. A ka vajza diçka domethënë financiare që të jep ty apo ti përfiton për saj? Jo. Te neve të pak nga kultura, vajza ka shku te burri apo jo? Atëherë i bie domethënë që presidenti Trump nuk ka fare as interes, mbasi nuk ishte dini derisa ajo ja ka shprehur domethënë që kanë gjetur diçka apo mundohen të bëjnë diçka në Shqipëri. Por kur ky lloj fondi që Kushner ka është autoriteti direkt dhe Kushneri domethënë është takuar me Ramën dhe ka shprehur dëshirën e investimit dhe është marrë domethënë diçka e madhe, domethënë ndërsa publiku shqiptar shikon vajza e Trumpit. Po vjen Trumpi. Ndërtoni shtëpiat afër përballë me Trumpin. Çfarë janë këto ëmbër? Atëherë, shpesh neve kemi një gjyrosi politike me ca ignorancë, edhe me ca tifozllëqe e shumë gjëra tjera. Pra, duhet jemi të qartë që presidenti Trump as ka patur, as nuk ka interes të glabrojë tokën në Shqipëri. As për investime, ja. Tani për tani. Në qoftë se do ta bënte një gjë të tillë, i do të duhej, po që se ishte Trumpi vet, do të duhej të dilte ose mbasi të ishte president. Sepse ai ka dhënë të gjithë kompanitë familjes djemve, vajzave, është tërhequr nga biznesi, nuk ka përfitime financiare. As aktivitet, as gjë. Përveç pakës presidenti që ai ja refuzoi në fillim. Nuk e di paguat tash. Kemi ndershëm, sinqert. Kjo është Sazani. Zvërneci tash na e ka një ruse me një bullgare që kanë tërhequr oligarkët shqiptarë në mes tyre që ka Tandulaku. Janë dhe 2-3 tjerë. Mund të jetë Mania, mund të jetë Genshehu, mund të jetë ky Turshehu, mund të jenë shumë të tjerë. Unë nuk i njoh kush janë këta oligarkë shqiptar. Ose le të themi pronar televizionësh që duan investime, të vazhdojnë të rriten, të barazojnë mundësisht, domethënë me nivelin e milionerëve, miliarderëve në përbot.
Atëherë, në qoftë se themi që kjo protestë po bëhet për të shpëtuar Zvërnecin, përse u dash ka hedhur kaq shumë balë mbi presidentin Trump? Shpesh ndëgjoj domethënë Ivanka etj. Dakord. Sepse ajo është prejo. Biles edhe unë personalisht, kur ajo ka thënë 1400 hektar tokë, unë jam surprizuar domethënë për një çmim prej 1.4 miliard, ndërsa Rama thoshte 4 miliard dollar. Të llogaritësh sipërfaqen për 1400 hektarë është barabartë me 11.3 të paktën kilometër katror. Dhe ky është një qytet më shumë se i madh. A kuptoni? 11.3 apo 4 kilometër katror. Një gjë e tillë nuk mund të qëndrojë në Shqipëri. Në qoftë se themi resort është resort, ja 1 kilometër katror, por 11 të tilla nuk hajnë. Kështu që në çfarë do lloj niveli kjo do të binte, si nga ana jonë si qytetar, si nga ana e të huajve, të cilët kanë një lloj transparence, sepse vetë kryeministri jon Edi Rama nuk ka një transparencë, domethënë në parlament, dhe nuk ka transparencë njëkohësisht me ata të cilët kanë ato toka, ose nëse ka qenë pronë e shtetit, pa pronar, domethënë të ligjshëm, atëherë ti duhet në një farë mënyrë ta kalash në kongres, në parlament, edhe thuash juve unë po ju them që për këtë lloj investimi është treguar interes për këtë zonë, e aprovoni apo jo? Pra Edi Rama nuk pyet, gjithçka është me VKM. Faji vjen së pari te Edi Rama, e dyta pasaj vjen tek ignorantët dhe militantët, dhe e treta ata të cilët duan të përfitojnë nga kjo protestë për të ngjitur në piedestal dhe mundësisht ta zgjedhin më një kryeministër, po një të majtë si Marin Mema. Unë jam i djathtë. Në qoftë se do vinte një opozitë në Shqipëri, duhet vinte një opozitë e djathtë, konservatore, republikane. Ne nuk kemi as republikan, as konservator në Shqipëri, pavarësisht që keni një Fatmir Mediu aty, një Delenxhi, dhe pavarësisht që keni një Kujtim Gjuzi aty, që i fut hundët ku të ketë mundësi, a tha mustaqet pastaj, i kreth. Ja. Ky nuk është as republikanizëm shqiptar, as konservatorizëm. Na duhet një opozitë e re. Unë ju ftoj të vini tek Republika Unita. Unë sapo kam nisur. Së shpejti, besoj në gusht, do të nxjerr njëkohësisht kredën time politike, e cila do të printohet, do të shpërndahet publikut. Ju lutem, mos e keq kuptoni mënyrën e investimeve, por nëse kjo është kundra interesit kombëtar, nëse është kundra, domethënë, natyrës tonë, florës dhe faunës tonë, nëse është, domethënë, që po glaburon tokat e pronarëve të ligjshëm, kjo kur mos u bëft. Ne duam të jetojmë të lirë, të kënaqur, të shëndetshëm, me pasërtim tonë, me burimet tona që kemi. Nuk kemi nevojë për të tjerë. Kështu që miq, vëllezër motra, hapni syt. Përgatituni që do të vi një opozitë e re. Çfarë po shikoni nga ata të cilët po dalin me Shqipëri e re, Shqipëri e re? Kjo është partia e re e Marin Memës, me shok. Disa njerëz, disa fytyra unë i njoh, që kanë një aktivitet të paktën 5 vjeçar së bashku, duke bërë skema, duke përgatitur, duke bërë lëvizje politike, duke u lidhur me njerëz, duke u lidhur me intelektual, duke u lidhur me njerëz në diasporë, tako këtu, tako atje, takime të fshehta gjithashtu. Për ato që di unë mbaj përgjegjësi. Marin Mema nuk është i djathtë për një opozitar, është i majtë. Grupi i tij, Memalia apo Tepelena që e mbështesin atë, të gjithë janë të majtë. Edhe të tjerë që janë ngjitur vetëm për arsye të statusit që ai ka, ose le të themi të punës që ai ka bërë, me emisionet e tij, për VIP-llokun e tij, të gjithë majtë. Ai po e tërheq, le të themi, atë simpatinë e publikut nga hunda, duke afruar tek vetja. Është i Zotit, bravo i qoftë. Por jo i duri për politikën tonë që kemi. Flasim për opozitën. As Pilinçi nuk është i tillë. As Pilinçi nuk është i tillë se të punosh për Sian,
Për kaq shumë vite, ti je në Gjermani, ti plagosësh 3 herë apo 4 herë si thotë ai. Edhe pse është larguar nga Shqipëria, domethënë nga burgjet e Shqipërisë me gjithë familje, është edukuar, ka punuar për cian. Përse thot ai që isha me musion filan vend, filan tjetër? Ka akoma lidhje me njerëz të shërbimit të huaj. Pyetje të vetë. Sa në Gjermani, sa në Angli, sa në Amerikë, sa këtu, sa atje lëvizjet, to nuk janë lëvizje fare për Shqipërinë. Ose ne kemi të bëjmë me një delirant, profesor, një wannabe, si thonë këta, që ka dashur të bënte këtë, po kur se kanë pranuar, ose kemi të bëjmë me një person rafinato i cili po afrohet sa më shumë pushtetit, duke munduar të mashtroj people, duke munduar t'i kthej njerëzit, sepse unë e di një gjë. Ai thotë që unë jam republikan. Si ka unë si të republikan kur cia vet nuk ka asnjë person të djathtë? Nga cia të gjithë që kanë dalë janë të gjithë majtë. Edhe si lëvizje vet, po ta marrësh nga ana politike, është majtë. Po tani, me që po flasim për punën e të majtës. Përveç këtij lloji shërbimi që pas ka qenë Pilinçi. Atë sekretarin e shtetit Blinkenin. Ja në telefon e kisha. Ja më tha kështu, ja më tha ashtu. Vërtet e mendoni se ka bërë një gjë të tillë dhe ka kontakte ka shumë me Blinken apo me njerëz të tjerë? As pak. Kur ti ke mbaruar zotëri shërbimin, të kanë 10 vjeç ta mbyllësh 10 vjet mbas shërbimit dhe ke mbyllur gojën se s'ke guxuar të flasësh që kam punuar apo punoj apo kam interesa të tjera të tjera. Kështu që Plum Pilinçi je kartë e djegur, po na sjell një propagandë gjoja amerikane, gjoja republikane, por ti do të hakmerresh ndaj atyre gjërave që të kanë bërë ty dhe familjes tënde. Pra komunistët e dikushëm. Prandaj ke ardhur Pilinç. Nuk e ardhur as për të ndërtuar një parti republikane, as për të bërë një opozitë asgjë. Ti do të shikosh këta njerëz mundësisht të vuajnë për burgje, mundësisht t'i varesh, përveç asaj që thua t'i marrësh zvarr. Unë nuk të besoj ti Pilinçi. Ashtu se nuk besoj dhe dikë tjetër e cili i shërbejo deri dikur Berishës, u nda nga Berisha, hapi podcastin, vazhdoi lëvizjen, një herë, 2 herë, dështoi një herë, dështoi 2 herë, edhe i bie domethënë që të bëje ende podcastin duke ftuar kolonel ushtria, i cili ka qenë ministri i brendshëm nën Berisha. Do bëjmë ndonjëherë komë ne? Mendojnë i mirë shqiptar. Nëse. Atëherë, ju përshëndes, dhe ju uroj gjithë të mirët. Keni kujdes hapni sy se jo gjithçka është ashtu siç paraqitet. Ka subversion, ka militantizëm, ka lloj skema që po përdoren, si nga shqiptarët, si dhe nga të huajt. Mirupafshim.